Që ato e kam rrit me cusën, fëmijëve. Si fëmijë, që me konë që rrit një fëmijë me cusën, që e kam rrit edhe këto. Që ta shoh një dele 150 euro. Që viza, marsjashe, dash, këtë ment e jashe i kanë. Se ven yti s'ka ku. Ja, era keqë, po më kesh, shokë. Ma mi nash, edhe si me preshesh me shokë, ma mi me qëtë shëri. Përshëndetje miq të mi nga Onadeja. Rrugës për në Prizren e takova një djalë të ri fermer. Edhe normal që nuk po ta çore pa unol, me bisedu pak më të me na tregu rreth punës që ai bën. Për më shumë detaje, hajdeni me neve. Përshëndetje, a je lodh? Ju faleminderit, unë tu kalu ti me dorën ta shajt nalna kur pishet delet. Tregom pak që sa ku mirë është me këtë punë. Se jam kom fëmijë, e kam qef këtë. Prej fëmijë, dhe me thonë prej ndjepa, i vogël. Jam bazë, jam konë, jam pësuën këtë. Sa i ki gjithsej? Qëto e ka jam pasë 50 i ki. A me ndën me rrit numren? E me sa i ki njëzën fillëm? Ish me një. Veç me një? Me një vëj të barë jam bazë. A ki mu jesë ki, mate. Kujdesesh veç vetë me familje? Me familje. A ki trashëgimi a vetë këdesht? Vetë. Pse, tregam pak. E pet, Allah kife tim e këto. kifi tem. Sa po arrin me nxirr mujin, a vitin, a si shkojnë këto? Për afërsisht. Varë shtetis atje. Shteti sa t'jep, për afërsisht një rrugë nxirr. Lëresh ta gjie një këti me sa unë ta gjie, në zirë. E nxirr. Kallëzëm pak që shenis ditën, prej save deri në sarën me tu. Unë 9 sotë, shoj deri 5 gjysë. Na trego pak çka përfitojnë ana prej deleve, do vite mia. Këto gjape, gjizë, tome. A i shet një tu? Ja. Ja, këtë e 9 kingjët. Sa për shka një mishe? Një shka 6 gjysë, që ti shka në killa. Po. A është e mjaftueshme? Si Po, pas ti? po, A lodhësh nervës? korreq, Sa vjeçar tha që je? na majtë, 19 vjet. Ka si i ri. Ti je pak a shumë edhe motivant, po. se këta të rit nuk e dojnë këtë punë. Se donë se tash, që viza, marsjashe, dash, këtë ment e jashe i kanë. Veç është me shku jashtë. Ti gurbetin a ishe shku në gurbet? Djem të ogjë, jem të mëthirë. Po, valla. Tirin me lëshua? Po, e kam zi zanot. Dhe me thonë nuk me ndonë me shkua, Ja, me korreq, lonë venin korreq, me veç. shkua. Se ven yti s'ka ku, Halal të punë, bash. Si ven jetë, s'ki kërkon. ka ku veç. Po këta trit edhe heq pa shku jashtë, nuk pe dojnë që të punë jo, vera keqë. Ja, era keqë, po më kesh, shokë, s'ka. Ma mi nash, edhe si me preshesh me shokë, ma mi me qëtë shëri. Po, vëlla. Se me qëtë i e rejtë. A Ta keni shosh, prej zero ose po? ta shosh një dele 150 euro. 150 Po, euro. Ma minimume, a? po, Deri sa shkon kja? dhe 150, 160. Ma shumë s'ka. Ky 150. Varet është fa dele dush. E a kina një të veçantë kështë, për qefi që e mo? Për A qefi. ka në emra? Emra? Po. Po, Cilën a e shko kena ma veçantë? nena. Ka po emre që e veçantë? Që ato e kam rrit me cusën, fëmijëve. E kam rrit, E ke rrit po, vetë, vetë e kam rrit me cusë. Si fmi, Si fëmijë, që me konë që rrit një fëmijë me cusën, që e kam rrit edhe këto. me cusë, Po. si bejbë. Emrin që ta e ka? Mek. Mek? Po. I kam mi 115 tupa dhi, 30 tupa dele, 150 e edhe e kam shpe. Sa delet edhe dhitin ma të avancume se njarës. Po për dalim për tyne këto kanë avancu për anesh. Se nuk është punëtori i punëtorit. Punëtori që ka sot është i pa punëtorit. Se këtu ki përfitimet mojo. Se një punëtor me moj mujora i të hani pjesë. Ti hani edhat. Ne jena rritni për lufta dhe do vdesim në për lufta. Pesë këndërbeju tek ne jena në lufta. Përshëndetje miq të mi nga Onadeja. Sot ko marrë në fshatin Krylev me taku fermerin Ramush Cakulli, i cili kujdeset për mbi 210 dele. E sa është e vështirë puna e tij? E për më shumë detaje, hajdeni me neve. Bas Ramush, a e lov? Ja fort. Qësh po ka lënë? Mirë, faleminderit.
Halojmë të dritë prej qampe, beso. Jo, vës, ki qka të dëshin gata. Ja, qështë bëllë shkaj, për qështë së më ka ndodhë me mjek, shumë për qështira e mbelga, qajnë këta të shorit. Të shorit, ta dy e në belga, po... Qështë të s'pë delë bëllë 1-4 i ke marrë? Po, dunë se për shkak e gërsira natyrore që ka, uj që... Po, do një normal këta. A më të kanë me qka mirë, edhe pse veç po shihet, po, ma në detoja. Na, në katon, jena fshatit Kreleva, mirë me blektëri, kemi dele, kemi dhi. Mi kam mi 115 tupa dhi, 30 tupa dele, 150 e edhe e kam në shpe, keca që shtojnë. Kam edhe kindja të shpia dikun një 30 tupa, me që ta e na marë prej kohës, sidomos për mas luftës se kem, që me thonë, funksion këtë punë, jena duke mundur të arriti me numër në tyne. Po shkojnë amin zonë delet se janë hinë të këtë huja. Po, hinë, na bojnë zaror dhe një i rrugë. Apo merë si punëtore? Jo, me qëfar punëtore. Sa për të tuce, a Në të shpesja? mojna vetën se dhemi po të punëture. Se me kënë kujdesësh? Ha? Me kënë kujdesësh? Vetën. Veç vetë? Dhe vetë jam. Që sofa? Dajmë që dikun që mini sa vetë të vetën, jam vetën familor. A jetën edhe veta? Po. Kam vllaznin aty në animojnë ka pak, kam 2 vllazni këtu. Fmi i gru? Jo, jam e përmartuar. Ma pak të loshe. Pse? Ma pak të loshe për thu, me kom pa martua? Po, ma pak të loshe. Po pse mërë po kënosë që është i martu? Nej se pak obligime ki po. Vëlloj, kilat na dëllin, thas, s'ki nevoj për punëtor si ki qëndë. Po. Po edhe po zërë me gjithë punëtor. Po dhe nuk janë ndershëm. Nuk ka punojnë punën ashtu si shduhet edhe nuk ki logari. Se një punëtor me mujor, ajtë të hani pjesë. Ti hanë edhat. A se a beson punën si vetë, a? Po, krejt. A beson punëtorit? Ja, Si vetë? nuk më nja beson. Se nuk është punëtori i punëtorit. Punëtori që ka sot është i pa punëtorit. është i pa punëtorit, nuk është i punëtorit ai. E so dili ki so këse, qaj? 30 dele i kam, me 30 kinë gjanë shpe. I kam 115 tupa dhi, kam 150 edhe të shpia. Gjithë se so ketë kështë? Po, dikon goti në rrës 200 dolin. 200? Po, ka 200, 250 tupa. Qatë njët, ja pas ke pojrën si puna? Po që shë, se ka përfitimet mira, se dikon një edhe shkon me kilë, shkon këtu me kilogram, kilogram e 5-6 euro, është për kilogram. Ta sot ta maj shkon 20 kg me 100 euro. So pa arrin me nëzirë mujën me tu? Apo Po nëzirë një rrugë? na vitin në logaritim, A jo, vitin? jo, ma shumë se një rrugë, nëzirë se këtu ki përfitimet mojo. Te plus kem subvencionet e mira. Plus So janë, kapital pas ke këgjatë madhë, ja pas ke pojrën si puna? po normal se që ka punon ko dhe hajrë. Ko dhe hajrë, ko dhe bereqet, ko dhe shnet, ko pasuri, gjithë e ka. Qka ke arrit me ndreq, me regullu me këtë punë? Jetën? Kena mirë bojt vetën, edhe kena pasurinë kena të mbyllur, nuk kena bo diçka ma tepër se që është e nevojshme, për shkak se nuk po i dihet situatës globale që po bëhet, edhe ma shumë po i mojna parët dikun ma të sigurta se sa të shtina dikun. Mirujt se mësë po kris lufta ako, Po, pa mërë, a lufta është e krisë, se në luft jena të jetu. Në për lufta, në luft jena të jetu edhe ne jena rritni për lufta dhe do vdesim në për lufta. 5 Skënderbeu tek ne jena në lufta. Edhe do të vdesim me gjenerata në për lufta, tash moj lufta globale, që në lufta globale cilat do të na përcjellin me vite, cilat i kena thujsen tu, por nuk do të thot diçka se kjo që po tuten për armës bërthamore, kjo nuk do të jetë shumë rrezik.